mjetësimit të pranohet ajo pjesë e borxhit nga ana e komunës dhe kësaj pas vendimit që rrjedh nga procedura gjyqësore përfundan me ndërmjetësim, ti përcillen këto mjete kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi. Kjo ka qenë pika e parë apo pikë kyçe e kërkesës fillestare të kompanisë pastrimi për publikun që nuk është në dieni gjatë ditëve të para të protestës e që realisht ka qenë para parë më herët ne vetë se patëm bë gati një draft kontratë për mbeturinat sipërfaqësore në vlerë prej 1.5 milion euro, e cila ishte nënshkruar në ditët e para të grevës dhe thënë realisht greva kishte filluar ende pa ushtjerur mjete tjera të komunikimit brendshëm dhe ne asnjëherë s'kemi qenë refuzues. Dhe kjo ka qenë brenga jonë sepse punëtorët nuk po vijojnë punën përderisa ne vetë se po i trajtonim kërkesat dhe sigurisht ato e marrin një kohë për të përfunduar. Kësaj një kërkesë e kontratës vetë se është përmbyllur, pastaj kemi tentuar që përmes asamblesë të kalojmë një pikë të rendit ditës që ka të bëjë me pastrimin që kanë qenë subvencionime, e që fatkeqësisht partitë opozitare nuk e kishin votuar, ndërsa ne kishim vullnetin që si pozitë në legjislativ e përmes ekzekutivit ta kalojmë këtë pikë. Mirë, Donat, a është rregulluar çdo problem me këtë kompani të mbeturinave pastrimin, pra? A është ndonjë hapësirë për problemet që mund të ndodhin dhe keq kuptime të tilla përsëri në të ardhmen? Po tash e mira që thonë nuk ka fund dhe as limit dhe kësaj jo secili problem është i rregulluar, por kërkesat kryesore të kompanisë që ka qenë pagesa e borxhit e ka marrë një udhë në kuptimin edhe të epilogut pastaj përfundimtar që siç e shpjegova shtjellova më herët të ekzekutohet nga komuna. Shtu kësaj është edhe inkasimi tashmë që e bën kompania pastrimi që ka rrjedh kuptohet edhe pas gjykimit të gjykatës supreme, e cila na ka qartësu këtë situatë dhe na ka lehtësu pastaj ndërmarrjen e disa veprimeve dhe do të shohim se si do të funksionojë pastaj edhe inkasimi i këtyre mjeteve. Gjithashtu komuna edhe për këtë pjesë të inkasimit do të njoftoj kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi edhe me adresat e sakta të cilat disa i ka, disa nuk i ka, të bizneseve edhe të ambisërive, e t'i kaloj ato mjete pra të inkasuara në mënyrë të rregullt në llogarinë apo xhirollogaриnë e kompanisë rajonale të mbeturinave. Mirë, ne e dim që Prishtina vazhdimisht ka probleme të tilla. E dim që ende nuk funksionon klasifikimi i mbeturinave, riciklimi i tyre. Do të kërkoni nga kjo kompani, do të keni kërkesa të tjera shtesë? Apo do të vazhdoj njësoj sikurse që ka qenë marrëveshja në të kaluarën? Jo, sigurisht përveç kërkesave që i ka pasur pastrimi dhe që ne po tentojmë me i realizue, disa vetë se janë realizu, sigurisht edhe komuna duke qenë aksionare kryesore, komuna e Prishtinës, sepse kompania pastrimi është kompani regionale dhe i ka në brenda strukturës organizative të saj edhe komuna tjera si Lipjanin, Drenasin, Podujevën e kështu me radhë, dhe pastaj Fushkosovën, e pastaj do të kemi kërkesa në kuptimin e menaxhimit më efikase, më modern të mbeturinave, siç e thatë ju përveç klasifikimit, pastaj të shtohen edhe mjete tjera teknike të cilat do ta lehtësonin punën në terren. Krahas kësaj kohe të grevës së pastrimit në terren kanë operuar operatorët privat, të cilët thënë drejtën nuk janë dalur pothuaj se çdo ditë nga 24 orë kanë punuar në të gjitha ndrimet për të mbajtur qytetin më të pastër. Është fjala për këtë kohën kur pastrimi ka qenë në grevë apo jo? Po, për kohën kur pastrimi ka qenë në grevë dhe kemi pas një gjendje gati se emergjente, pas një kohe të mirë theme të rikthimit mirëmbajtjes së mbeturinave në kryeqytet, e patëm një periudhë të vështirë disa ditore, e cila pastaj u menaxhua dhe edhe me angazhimin tashmë të kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi, besojmë se do ta kemi qytetin të pastër dhe të vazhdohet tutje me punët e përditshme të kompanisë. Shpresojmë. Shpresojmë se deri në Fushkosovë ka ardhur bërllëk Prishtinës. Po tash metaforikisht ndoshta edhe kështu qëndron kjo, por që realisht
kompanit gjetse, ato private edhe me pastrimin duhet të kuptojnë se vetëmja detyre tyre është menaxhimi Normalisht. dhe grumbullimi i mbeturinave, sidomos pastaj edhe pastrimi atyre hapësirave se ku mblidhen mbeturinat dhe po shpresojmë sidomos periudhën e verës të mos kemi një gjendje të tillë se pastaj Shpresojmë. do të ishte pak me qujtë fatale për shëndetin publik dhe kësaj pastrimi ka shkaktuar në një farë forme një farë rrezikimi të shëndetit publik, por që ka qenë ndoshta e drejtë secilës kompani që të ketë Po sigurisht sepse kanë kërkesa dhe aty nëse nuk janë paguar punëtorët, e dim që edhe rrogat e tyre janë goxha të ulta, ndoshta kjo nuk varet nga komuna e Prishtinës direkt, por nga menaxhimi i brendshëm i vetë pastrimit. Menaxhimi i brendshëm pastaj varet edhe nga kompania, por në këtë periudhë ne kemi ndihmuar edhe me mira